Sa i përket indikatorëve makroekonomik të vendit, ne presim që viti të mbyllet me rritje prej 3.9%. Këto janë projekcione që dalin nga departamenti jonë për stabilitet, për analiza financiare dhe stabilitet. Ky është në linjë me aktivitetin ekonomik që deri në gjysmën e parë të këtij viti u rrit me 3.8%. Ne parashikojmë që vitin 2026 rritja ekonomike të shkojë në 4.1%, që është e mbështetur kryesisht nga konsumi privat, nga rrimëkëmbja graduale e eksportit dhe masave tjera pozitive që presin të ndikojnë ekonominë. Sigurisht rreziqet e pasigurisë mbeten, ato kanë të bëjnë me faktorët e brendshëm që karakterizojnë sistemin tonë ekonomik dhe politik, dhe po ashtu edhe nga rreziqet e jashtme dhe tensionet tjera gjeopolitike, si dhe përkatësisht rritja ngadalt e eurozonës. Pra duke qenë një ekonomi e varur nga importi dhe gjithashtu e ndërvarur nga bashkëpunimi me BE-n, me Shtetet e Bashkimit Evropian, kjo është evidente që do të ketë ndikim. Sa përket inflacionit, sipas të dhënave deri në muajin tetor, inflacioni në Kosovë ishte 3.6%, ndërsa pritet që të mbyllet viti me rreth 3.8%. Për vitin 2026 ne presim që inflacioni të zbutet në 3.4%. Rritja e inflacionit do nxjerrët kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit, po që janë gjithashtu në linjë me dinamikat rajonale dhe evropiane. Megjithëse inflacioni bazë ose core inflation është ngadalësuar në 1.8%, krahasim me 2.8%, megjithatë ende mbesin presionet e larta inflacioniste. Këto projekcione gjithashtu janë subjekti, siç e përmendëm më herët, zhvillimeve të jashtme, sepse 2/3 të inflacionit importohet nga ekonomia jonë, kështu që ndikimet në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë mundet gjithashtu të kenë ndikim mbi këto projekcione. Disa fjalë sa i përket llogarisë rrjedhëse të Kosovës, pra siç e shihni, këto janë të paraqitura të ardhurat madhra të shërbime të ardhurat parësore dhe dytësore, si dhe bilanci i tyre, pra këto janë në raport me bruto produktin vendor. Shifët që në vitin 2025 ka pasur një zgjerim edhe më të tjeshëm të bilancit në kuptimin e deficitit, nga 5% e GDP-s në 7% e GDP-s. Kjo gjithashtu ka ndjekur një farë trendi, nëse shikojmë nga viti 2020, një trendi i cili megjithatë paraqet një vështirësive tona strukturore të ekonomisë. Pra ende zhvillimi ngadalt i eksportit, përkundër që siç e shihni më vonë, ka zhvillime pozitive në disa prej sektorëve, veçanërisht sektorin e shërbimeve. Këtu është paraqitur eksporti i maldrave në grafin e parë lart, në grafin e dytë importi i maldrave, pra eksporti shifet që ka pas një ngadalësim në vitin e fundit krahasim me 2 vitet përpara, ndërsa importi ka vazhduar një ritëm të rritjes, kurse një sektor që po performon mirë është eksporti i shërbimeve, ku shifet që rritja është dyshifrore, pra mes 13 ose 14% rritje për vit, kurse importi i shërbimeve ka trend rënës. Pra kjo është një prej elementeve shumë të rëndësishme, sepse ndërlidhet shumë edhe me kapitalin njerëzor, intelektual që ka vendi dhe me mundësi që të rritet treja veçanërisht të ofrojnë shërbimet e tyre, dhe kjo është që po ndikon pozitivisht në bilancin e pagesave, edhe kjo po ashtu lidhet edhe me fushat e interesit shtetëror. Remitencat gjithashtu kanë vazhduar ritmin e rritjes. Ne presim që vitet të mbyllet me rreth 1.4 miliard, pra kjo është projekcion, ose me një rritje vjetore prej 3.8%. Aktualisht është rreth 1 miliard e 50 milion. Mirë po, me trendin e rritjes aktual, ne presim që kjo të mri 1.4 miliard euro. Për vitin 2025, se që shihni në vim, ne presim që remitencat të vazhdojnë me një rritje prej 5.2%. Kjo është rritja vjetore, edhe si raporti i GDP-s, pra me rritjen e bruto produktit vendor ndër vite, edhe pesha specifike e remitencave ka filluar të bie, sepse ndikimi është më i vogël, si me thonë, për ka volumi aktivitetit, po megjithatë trendi i rritjes pozitiv ka vazhduar, siç e shihni, ne presim që të mbyllet me 3.8% si vjet dhe të vazhdojë me rreth 5.2% në vitin që vjen. Këto sigurisht janë varur edhe nga zhvillimet në vendet ose ekonomitë e vendeve ku diaspora jon jeton. Disa fjalë sa përket investimeve tuaja direkte, pra siç e shihni, deri në shtator ato kanë mbrinë në 730 milion, pritjet tona janë që të mbrinë rreth 950 milion euro në fund të këtij viti, investimet e uja direkte, kurse në vitin e ardhshëm të kaloj 1 miliard euro. Këto dy shkolonat e fundit në projekcione, të cilat janë mbështetura përsëri nga departamenti jonë për analiza dhe stabilitetin bashkë me departamentin e statistikave. Në aspektin e përqindjes në raport me bruto produktin vendor, pra shifët që përsëri viti 2025 ka pas një
ose pritet të ketë një kontribut të rëndësishëm në për të produktin vendor, me rreth 9.1%, që është afërsisht pak më ulë se sa që ishte viti 2022, kur ishte një vit i mirë sa i përket investimeve të huaja. Ritmi i rritjes vazhdon të shihet ndërmjet 20% dhe përkatësisht 10% në vitet që vijnë. Pra këto përsëri janë projeksionet e BCK-s. Kjo është pjesa sa i përket ekonomisë. Tash këtu lejoni vetëm pak një informacion sa i përket sektorit financiar. Aktualisht ne kemi 138 institucione financiare të licencuara, rregulluara dhe mbikëqyra nga BCK. Ndonjëherë kjo është e rëndësishme veçanërisht për faktin se fokusi është shumë e rëndësishme u mbajt në ato që janë të rëndësishme dhe më kritike, po pa shumë milion anash edhe institucionin më të vogël financiar që i licencojmë sepse është çështje e përgjithësisë. Veçanërisht në raport me stabilitetin, po edhe në raport me publikun. Në banka pra, përveç një banke e cila është bashkuar me një bankë tjetër, ka mbet numri pra prej 11 deri në 10, fonde pensionale vazhdojnë njësoj, kompani sigurime vazhdojnë njësoj, IMF-t njësoj, në IFJB këto institucionet jo bankare janë shtu 2, në ndërmjetësit financiar 1 dhe në këmbimore 1. Pra përgjithsisht nuk është se ka pas licencime të reja, megjithse ka pas tashin më vonë rritje të aktivitetit dhe kontributit të këtyre institucioneve jo banka në ekonomi. Një çështje me interes që ka qenë gjatë gjithë kohës me pyetje është dhe kjo çështja e shtrirjes përfshirjes financiare në gjithë vendin, përkatësisht qasjes financa për gjithë qytetarët dhe në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Këtu paraqitet sa ka qenë prezenca dhe sa është sot në institucionet financiare në 4 komunat më veriore të vendit. Kjo veçanërisht për të pas për të qenë linë me zotimin që ne kemi pas për shtrirjen e institucioneve financiare në vendet ku nuk kanë qenë mirë të mbuluara ose ka qenë pak të mbuluara me shërbime financiare. Pra nga 4 banka sot janë 12 banka, 12 direkt bankare prezente, që janë 3 fish, nga 2 mikrofinanca në 3, nga 1 kompani sigurimit në 4, nga 10 jo banka në 31. Me një fjalë numri nga 17 ka kaluar në 30. Nëse ju kujtohet, ne kemi pas një plan për zgjerimin e qasjes në financa, edhe kemi pas një zotim që do ta kontribuojmë. Edhe vetëm mendoj që veç tash ka kuptim ajo përpjekje që ne kemi përpjekur atëherë me thonë, por që ndoshta nuk ka qenë lehtë me e shpjegu në publik. Si duket sektori financiar, përkundër që tregum sa numër institucioneve, sektori bankar i Kosovës sektori financiar dominohet nga bankat, ku janë rreth 65% e aseteve të përgjithshme kontribuon prej bankave, pastaj në fondet pensionale, kompanitë e sigurimeve, jo bankat, ndërmjet si tjerë. Në qoftë se konsiderojmë edhe BCK-n pjesë e sektorit, atëherë pesha e specifike e bankave bjen 57%, dhe BCK-ja merr pjesë 12.8% në këtë sektor. Për herë të parë BCK-ja ka arritë një numër historik sa i përket aseteve të veta, ku ka kaluar 2 miliardë euro. Pra, kjo është, si më thon, gjithashtu se rezultati i rritjes së gjithë aseteve të sektorit, po pastaj do të flasim pak më vonë se si BCK-ja i menaxhon rezervat e veta, po ashtu edhe vetë në kuadrin të këtyre aktiviteteve të saj. Pra, gjithsej sektori ka kaluar 16 miliardë euro, që është 144% e GDP-s. Pra, sektori financiar i vendit është më i madh se GDP-ja. E kjo është veçanërisht e rëndësishme për stabilitetin e vendit. Pra, sektori prandaj duhet me vazhdu me qenë i fortë, i qëndrueshëm, e duhet me qenë, si më thon, bazë ku ankorohet stabiliteti dhe jo edhe ekonomia dhe jo e kundërta. Sa i përket ecurisë së sektorit, përkatësisht aseteve, siç e shihni, ka pas një rritje 14%, kjo merret për bazë nëntor me nëntor, pra tash kemi një dallim se viti 2024 është dhjetori me numër, po për krahasimin e juaj ne kemi paraqitur nëntor me nëntor që jemi ferm në raport. Në qoftë se e marrim për bazë dhe shohim që 2020-ën si referencë para 5 vjetëve, 5.3 miliardë kanë qenë lira aseteve, tash jemi të fol për 9.2 miliardë. Pra një rritje gati 2 fishim i aseteve në 5 vjet. Kjo është po ashtu një tregues që kemi pas një rritje të qëndrueshme të sektorit, po ashtu edhe një rritje stabile. Tash nëse i zbërthejmë pak brenda çka ka këtu në rritje, kredit janë rritë rreth 15%, pra në raport me një vit përpara. Në përgjithësi kam rri vlera kredive në 6.5 miliardë, dhe përsëri nëse krahasojmë 5 vjet përpara ishte 3.3 miliardë, pra janë 2 fishim i kredive. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për me kuptuar se prej këtij stoku të kredive që akumulohet, pra në kredite e reja minus ato që paguhen, edhe fitohet interesi, përkatësisht bankat marrin interesin. Pra sa më e madhe jetë baza, aq më e madhe është edhe vlera nominale e interesave, edhe nëse norma e interesit kish me nejt fikse. Tash më vonë shpjegojmë pak edhe sa përqind e kredive janë fikse.
Pra një farë mënyrë kur baza rritet, vlera nominale e interesave llogaritet mbi këtë bazën e kredive. Niveli kredive jo përformuese që është shumë e rëndësishme për men, ky e portokallta tregon një qëndrueshmëri po ashtu të cilësisë së mjeteve, pra vazhdojmë me pas normën e kredive jo përformuese ndër ma të në rajon ose ma të në rajon prit vetëm 2.1%. Kjo është rezultati disiplinës që kanë bizneset dhe qytetarët tonë në aspektin e ripagimit, është rezultati menaxhimit mirë të rrezikut nga ana e bankave, përkatësisht rritjes kujdesshme, dhe po ashtu është rezultati kujdesit të duhur nga ana e BCK-s në aspektin rregullativës dhe mbikëqyrjes. Pra, kur ka tregues tul të kredive përformuese, ka shumë palë që mund të marrë merita. Tash, kur i zbërthejmë kreditë ndërmarrjeve, siç mund ta shihni nga viti në vet ka pas një rritje dhe ka një farë cikli. Pra fillimisht ka pas një rritje deri 15%, pastaj një rritje 10%, pastaj pas 15%, prap tash jemi të folë me 12%. Normalisht nuk ndodh çdo vit një rritje sepse bizneset veçanërisht nuk mund të vazhdojnë vazhdimisht duke investuar. Pra ka një kohë kur investohet, pritet impaktin biznesit dhe pastaj vazhdohet investimi tjetër. Kështu pak a shumë tregon edhe këtë trend. Megjithatë, kredit për biznese nëse krahasojmë me 2020, 5 vjet më herët janë rrit prej 1.85 herë, pra gati 2 herë. Edhe kjo po ashtu është një prej treguesve që bizneset tona kanë vazhduar me. Është e rëndësishme tash ta shohim një graf më poshtë, qysh ne jemi kampion në rajon, po ashtu sa i përket kreditimit të bizneseve. Pra, kreditë tona në raport me GDP-n, që quhen kalkulimi i ndërmjetësimit financiar, është në Kosovë është më i madh nga me krejt rajonin, ndërkohë që në individ kemi kalu tek tani rajonin. Pra kemi qenë më mbrapa për shumë arsye që lidhen edhe me çështjet pronësore, mungesa e hipotekave e kështu me radhë. Pra kreditë për ndërmarrje janë rritur rreth 12% deri në nëntor, edhe që është një trend normal i rritjes në raport me vitin e kaluar. Ka pas ndonjëherë pyetje pse s'porritet kreditimi në ndërmarrje, pse kemi ndëgjuar që s'ka kreditim, por mund t'ju them që ritmi i rritjes kreditimit si vjet, veçanërisht pjesën e parë të vitit, ka qenë rekord në raport me vitet e kaluara. Mund t'ju them që vetëm deri në maj të vitit si vjet, pra 22% ka qenë rritja e kreditimit në raport me periudhën e njëjtë. Po edhe rritja e kreditimit shumë fish më shumë se ekonomia, studimet tregojnë po edhe praktikat botërore që nuk janë të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Prandaj jo gjithmonë rritja shumë e lartë është gjithmonë pozitive. Prandaj tash kemi një rritje stabile që është ndërmjet niveleve historike dhe të viteve të mëhershme. Për ekonomitë familjare, baza ka qenë shumë e ulët, për arsye të ndryshme, edhe për shkak të sistemit të pronave që ne kemi pas, ku nuk kanë pas të regjistruar në kadastër, s'kan mujt me lënë shumë kredi hipotekare. Kredit kanë rrinë në 2.7 miliard euro, që është parsur 2.5 herë më shumë sa që kemi pas para 5 vjetëve. Edhe rritja është rreth 20%, pra pas një rritje nga 17 e 22, tash ka një ngadalësim te kredit sepse ndonjëherë edhe maturohet. Pra edhe individi nuk vazhdon çdo vit të investojë, as ju për vetes bleni çdo vit ka një banesë, pra në farë mënyre kjo ka një farë cikli që është treguar edhe më herët. Edhe depozitat janë me interes, pra depozitat kanë vazhduar që të rriten në mënyrë të vazhdueshme. Tash kanë rrinë në 7.4 miliard me një rritje prej 12.3%, e cila mund të shkojë edhe rreth 13 ose 14 në fund vitit. Pra përsërimi të fol për një ky treguesi poshtë, nëse e shihni pak përmi të hintën, tregon rritjen vjetore. Pra jemi të fol për një rritje stabile vjetore depozitave, e cila e përcjell potencialin tonë. Pra është shumë e rëndësishme përmendet që bankat në Kosovë bazën kryesore për depozita, për kreditim e kanë depozitat, rreth 90% e kreditimit vjen nga depozitat, që i bjen që kur don me urrit shumë kreditimi, duhet me pas edhe mundësi me u mbështet me depozita. Që këto pak a shumë e ndjekun edhe një farë logjike, dhe këto reflektohen tani edhe në kostën e fundit ndonjëherë. Veçanërisht kur bankat kanë kërkesë më të lartë për më rrit më shpejt, kanë nevojë për me gjetë burime të fondeve po ashtu, dhe kjo mundet me ndiku në rritje që shoqënia më vonë edhe të interesin të depozita edhe në kredi. Pra, kjo është normalisht faktori i tregut. Një çështje që është më e rëndësishme përmend është që jemi në proces të një reforme, e cila është pjesë e një projekti me Bankën Botërore që pret me ratifikuar po ashtu në kuvend, ku pritet që të rritet shuma e sigurimit të depozitave në fondin e sigurimit të depozitave, përkatësisht dyfyshohet, dhe qëllimi është që edhe më tutje të kontribuojnë në stabilitetin e sektorit, të rritjen e sigurisë edhe të depozitorëve, të ndjenjes, si më thon, të besimit, e cila kish me kontribu po ashtu për më shumë depozita, si dhe disa masa tjera që po merren që kanë me kontribu zvoglimin e parasë së gatshme, po ashtu kanë me kontribu në rritjen e depozitave. Shumë e rëndësishme për likuiditetin e sistemit, që vazhdimisht depozitat me shku në rritje.